Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur binjak, kur hapa letrat, pyetja ime ishte se patjetër gjithmonë duhet fillojmë me një pyetje konkrete, po apo jo. Qëllimet, synimet, dëshirat, çfarëdo që dëshironi të realizoni, për çfarëdo lloj situate, pyetja ime ishte pra, po apo jo. E kaluara, e tashmja, pengesat dhe ardhmja. Po fillojmë me të kaluarën. Në të kaluarën, të dashur binjak, ka pasur kogja stabilitet me kaq sa shikoj dhe siguri të çfarëdo lloji qoftë ajo. Kjo le të tregon një periudhë ku gjërat ishin të qarta dhe nën kontroll, por ndoshta edhe pak të parashikueshme. Mund të keqen fokus të puna, parat apo përgjegjësi të brendshme apo të përditshme, ta them dhe kështu. E tashmja, të dashur, e tashmja është intuita, high priestess ndryshe. Aktualisht ka shumë ndjenja të fshehta dhe intuit që po punon fort. Binjakët janë duke ndjerë se diçka po ndodh nën sipërfaqe, por nuk ka prova konkrete. Është një periudhë heshtjes, e pritjes dhe analizës. Nuk është momenti për veprim të menjëhershëm, por për të dëgjuar instiktin e juaj, të dashur. Pengesa juaj është për të realizuar atë mendja e ftohtë. Ose dikush që mendon tepër logjikisht duke mbytur intuitën, ose vetë binjaku që kërkon prova të arsyes atje ku duhet të beson të ndjenjes. Kjo energji krijon vonesë sepse kërkon saksi në një çështje, kur saksia s'mund të matet lehtë. Të dashur binjak, e ardhmja, dy të monedhës. Në të ardhmen gjërat mbeten në lëvizje, ende nuk kanë një vendim final për një balancim mes dy mundësive. Binjaku do të duhet të zgjedh çfarë do të mbaj dhe çfarë do të lëshoj. Do thotë, është diçka këtu që duhet të bëni. Pra, kjo nuk është një jo përfundimtare, të dashur binjak, por është një jo tani. Energjia është ende në proces, shumë mendim, pak veprim dhe një nevojë për të dëgjuar zërin e brendshëm para se të vendosni. Të dashur binjak, unë mund të jap këtë këshill, mos e kërko përgjigjen tek të tjerët. Intuita jote e di çfarë është e vërtetë, por duhet qetësi për të dëgjuar, nga që këtu me dy duar të zënë, me një tempo jashtëmase të ashu, duke qenë në një stabilitet dhe duke mos qenë rehat dhe në atë stabilitet apo çfarëdo mirë, ta them mirë, mos qoftë mund të jetë në marrëdhënie, në punë, në familje, çfarëdo që të jetë, brenda për brenda vetes, sikur duke kërkuar dëshmi, duke kërkuar diçka më shumë. Por siç thash, intuita juaj do ta di që është e vërteta. Por duhet qetësi pra për ta dëgjuar. Kur ta dish me zemër, vepro pa frikë, atëherë joja kthehet automatikisht në po. Por më vjen keq, dashur binjak, për momentin jo.